Çfarë duhet të dish nëse ke një fëmijë në shenjën e ujorit? Nëse ti ke një ujor fëmijë, ja çfarë duhet të dish. Ujori, 21 janar 19 shkurt. Ky fëmijë do të jetë gjithmonë origjinal. Ai është një novator i lindur dhe nuk do të kërcej me melodinë as kujt tjetër. Ai duhet i përgjigjet një programi mësimor më pak të rregulluar, duke thithur shpejt dhe energjikisht informacion. Shpesh më shpejt për të mësuar se shokët e tij të lojës, ai mund të frustrohet. Atij pëlqen të shihet, të vlerësohet për ato që mund të bëj vetëm. Ai e vlerëson shumë lirinë dhe pavarësinë e tij. Çelësi personalitetit individual, origjinal, i çuditshëm, ekstrem, sfidues, eksperimental, i çrregullt, përçarës, inovativ dhe i pavarur. Fuqia e prindërve, truku është ta mbaj fëmijën ujor të interesuar për ato që ju mendoni se janë të duhurat për të.